Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren, Veseli Gashi, njofton se më datën 6 mars 2025, rreth orës 1:50 në rrugën Durrësi në Prizren, pas një fjalosje, një i dyshuar me inicialet ZT 31 vjeçar ka shkripur me armë zjarri në drejtim të viktimës YG 26 vjeçar. Viktima është plagosur në këmbë dhe është dërguar në emergjencë në spitalit rajonal të Prizrenit, ndërsa policia pasi e ka marrë informatën kanë shkuar në drejtim të vendit të ngjarjes. Me kohë janë njoftuar dhe sektori i hetimeve të stacionit dhe hetuesit e sektorit rajonal të hetimeve, të cilët kanë dalur në vend të ngjarje dhe kanë mbledhur provat dhe dëshmit. I dyshuari është vetë dorëzuar dhe ka dorëzuar armën që dyshohet se është përdorur për kryerjen e veprës penale, një AK-47. Ai është në trajtim mjekësor dhe gjendja e tij sipas mjekut kujdestar është jashtë rrezikut për jetë, kurse të dyshuarit të tjerë janë në kërkim. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar pushkë automatike me numër serik AK-47, 2 karikator, 7 fishek të kalibrit të panjohur dhe një gëzhoj. I dyshuari është intervistuar në prezencën e avokatit në konsultim me prokurorin kujdestar. Rasti është cilësuar si vrasje në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim i paautorizuar i armës, njofton zëdhënësi Gashi.